Mijëra besimtar musliman nga Gostivari dhe rrethina dolën sonte për të pritur me nderim imamin e Qabes së bekuar, Shej Maher Al-Muaikali, i cili udhëhoqi namazin e akşamit në xhaminë e Sahatit, ndërsa namazin e Yacis në xhaminë në Lagjën e Re, duke shndërruar këtë mbrëmje në një ngjarje historike për besimtarët të këtij rajoni. Të gjitha rrugët që çonin drejt xhamive u mbushën me xhamat që prisnin të dëgjonin zërin e një prej imamëve më të respektuar të botës islame. Imami i Qabes u shoqërua nga Reisul Ulema i Basis Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj, së bashku me kabinetin e tij të përbërë nga bashkëpunëtorë të afërt. Pas faljes së namazeve, Reisul Ulema Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetaj i përshkroi imamit të Mekës emocionet e xhamatit të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar se besimtarët ndjejnë veten sikur vetë Qaba e bekuar është sjellë në mesin ton. Ai theksoi se prezenca e imamit të Qabes përbën një dhuratë shpirtërore për umetin e vendit tonë dhe një motivim të madh për forcimin e unitetit dhe devotshmërisë. Ne ka kemi shkuar, kemi falenderuar shumë shtetin e Mbretërisë Arabisë Saudite, në veçanti kujdestarin e madh të dy haremeve, mbretin shkëlqësinë e tij Selman bin Abdulaziz, si dhe trashëgimtarin e fronit, ekselencën e tij Muhammed bin Selman, Allahu i ruajt nga çdo e keqe. Ne i falenderojmë shumë imamit të Qabes. Unë mendoj se është një simbol i jashtëzakonshëm për gjithë besimtarët. Tua tregoj të drejtën, nuk ka menduar se kaq të gëzuar do të jenë besimtarët e Maqedonisë, në veçanti shtresa e rinisë son, që tregon se rinia jon e don besimin e tij, e don kombin e tij, e don vatanin e tij, por ajo që më ka lënë për shtypje, prezenca e imamit të Qabes nuk ka qenë thjesht për ta parë ne këtu dhe për të prezantuar, ky në çdo fjalim të tij ka përcjell fjalët e paqes, tolerancës, solidaritetit, bashkëjetesës në mes njerëzve, në mes kombeve, dhe ju lut Allahut fuqiplot në çdo vend që botën ta përshkoj paqja, toleranca, bashkëpunimi, zhvillimi, përparimi dhe shumë vlera tjera që duhet t'i ketë njerëzimi. Imami i Qabes së bekuar Shej Maher Al-Muaikali theksoi se kjo vizitë për të është një moment i rrallë që do të mbajmë mend gjatë gjithë jetës. Ai ftoi besimtarët e jenë të palëkundur në namaz, të kapur fort pas fjalës së Allahut dhe gjalloni jetën e tyre me vepra të mira, modesti dhe dashuri. وأنقل لكم تحيات وسلام معالي الشيخ عبد الرحمن السديسي. Fillimisht u përcjellim selamet e imamit kryesor të Qabes, Abdulrahman Sudesit. Gjithashtu gjithë çka e bëjmë neve është duke realizuar fal për kushtimit të madh të përkujdesit të di haremeve, mbretit të Arabisë Saudite Muhammed bin Selman, edhe trashëgimtarit të frontit, dhe jemi këtu vetëm për të përcjellur selame dhe për të përcjellur selamet e paqes, tolerancës dhe dashurisë. Me të vërtet ju duam për hir të Allahu xhaleshanu dhe shpresojmë që kjo dashuri dhe të vazhdoj edhe në të ardhmen, dhe jemi shumë të kënaqur nga organizimi dhe nga pritja që kanë organizuar Bashkia Islame, por edhe besimtarë këtu. Në Gostivar, delegacioni u prit nga Nikoqiri me ftoi Gostivarit Sabaudin Efendi Zendeli, i cili shprehu mirënjohje dhe konsideratën e lartë për planimin e imamit të Qabes në Gostivar, duke vlerësuar se kjo mbrëmje do të mbetet e paruar për gjenerata të tëra. Është një nder i veçantë dhe e falenderoj përzemërsisht për freskinë dhe për dashurinë që shprehin ndaj vëllezërve të besimtarë të Gostivarit, por edhe besimtarëve anëkënd botës. Sot i nderuari Reisul Ulema, para këtë kënaqësi të veçantë që ju falenderoj për gjitha këto të mira dhe këto bereqete që Bashkia Fetare Islame i sjellni si në vitet e kaluara, por edhe sidomos viteve të fundit me prezencën e personaliteteve shumë të shmuara botërore. Në fund të takimit, muftui Gostivarit i dhuroi mysafirit një plaket me simbolin e kullës së Saatit dhe një punim realizuar nga një nxënëse nga medrese e Gostivarit.